Anë natëm fole kesh. Anë i doja për qesëm apo keshëm ta? Që është dush, folëm, keshëm, i qesëm. Me mishtëri që është po kalën? Vesh për prej, kështë të vesh për folën e po keshëm. Edhe më ushtita. Një laqë i ri që ka dalë fole kesha, keni që ati laqë? Po, të premten e ki në DTV, prej orës 9. Faleminderit shumë. Po pra, fole kesh në DTV dhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, fole kesh. Mimrama gjithve, mimrama gjithë ata që përnashojnë në përmjet kanalit të DTV-s në emisionin Fole Kesh. Është emisioni i radhës për neve, ku sonde kemi të ftu një miktoni, një ikon të muzikës. Një artist me plot kuptimin e fjallës, që thjesht me thonë është brend, edhe është një fenomen që të gjithë kanë qef me dit formulen qysh ka mujt me majt, qysh ka mujt me përcjell këto gjeneratat, qysh sot e ndëgjojnë prej fëmijëve dhe deri te plesht edhe kanë dëgjuar. Gjithmonë, kush tjetër pas Sabri Fizllat, mirë se ke ardhur, Sabriana. Faleminderit shumë. Mirë se gjej Shqipëri edhe me njerë po ta them që është knasi që kom ardhur. E këto fjalë që po mi thu, këto lavde, mirë, faleminderit që po më thu. Unë jam munu kështu të një jetën diçka. Është realitet, nuk thash kur gjë që ka nuk është. Po, okej, unë jam munu me dhonë diçka mënyrën më të sinqert, mënyrën më të përzemërt, pa kur farë pompoziteti, pa kur farë fryrje, pa në skomca, pa kur gjë, veç me zemër e me shpirt, dhe e kom pas fatin e madh, edhe e kom sot e kësaj dite, që shqiptarët kudo në botë e kam preferu me thonë mënyrën e këndimit tim, ose s'podi, ose buzëqeshjen tem, ose shpirtin tem, ose tekstet e këngëve të mia, ose meloditë e zgjedhura nga kompozitorët, ose orkestrimet e mira, ose, dhe më thonë, i thash, kush janë ata që kanë ba, janë krejt një mori njerëzish që më kanë ndihmuar, se vetë kur gjë s'kom bo një jetë heq, po gjithmonë me ndihmën. Afërsin, Sabriana, afërsin edhe ngrohtësin që ju jep publikut, njerëzve që të shohin, është e veçantë, afërsia që ju ja u jepni. Jo, unë jam vetë. Jo, thuj ti, na jemi kolegë Shqipëri. Unë jam aktor, dikur kam qenë, edhe sot aktor me profesion edhe këngëtar, ti aktor, njëjti diplomuar dhe këngëtar. Na jemi ti. Unë për krejt botën jam ti. Ju asnjëherë. Për në shkollë na kanë mësu që shto. Jo, unë po ta thom mas e sinqerisht, se kur don dikush me largu dikon më do këtë thot, jo, më falni. Shiqoni, ju... Po, jo, Sabriana, prej kohës që kemi folë edhe shumë bashkë, edhe jemi meqë, edhe kemi najtë, edhe kemi diskutu, kemi debatu, prej kohës kur ke marrë pjesë në atë kohë në për tavernat të ndryshme, në kohët e vjetra, kur ke fillu. Po, faktikisht e kom përsërit sa herë. Unë, kur janë paraqit këto grupet vokale instrumentale të botës me nam të madh në botë, Beatles e Stones e këta, edhe unë e kom formu në Prishtinë vitin 1965, me djalin dajs tem, ndjes pas ka vdekur, Hilmi Statovcin, që ka qenë një baterist në atë kohë, që i kam thënë Ringo Starr për bateri. Unë aje kena pos formu një grup, quajtur Edisonët, zbulusi i rrymës, edhe i dritave, i korrentit. Edhe nga atëherë jo marrën, dhe më thonë. Mas nej, kur më kanë dëgju, profesori Akil Koci, që ka qenë atëherë edhe është dhe sot e kësaj dite kompozitori muzikës serioze,
po ka qenë atër producent në radio-televizion e Prishtinës, më ka ftuar që të shkoj këndoj. Lidhja ka qenë në përmes Jusuf Gërvalës, të ndjerit që ka qenë Jusufi në atë kohë, kur e kam një orë që ka banuar në mahallën tem, në lagjën time, në ish rruga, tani është Maliq Pash Gjinolli, ka pas banuar aty me qera edhe jemi një orë, sa i para meje ka pas filluar të këndoj në Radio Prishtinë, kënga e parë e ti ka qenë El Coplero në gjuhën shqipe, e që vetë ka qenë kitarist fenomenal i gitarës akustike. E a i ka thonë profesorit Akil, dhe profesorit Akil ka ardhë, ka ftuar dhe jam shku. Nga atëherë, nga viti 1967, deri sot jam që Në shku Zabriana, a ka pas përfaqësues të tjerë prej Kosovës që kanë shku në për Tavernën, në për Kroacia, në për Slovenia? Po, me mua shumë herë kemi kënduar bashkë unë me Shpresa Gashin, kanë kënduar me Nezmije Pagarusën të madhën e të pavdekshme, Liliana Qavollin, me Bashkim Paçukun, me Gazmen Pallaskën, me Besnik Krajkun, sa më ban mendja, kështu, pa mas andej që unë e kom pas fatin që me qenë pjesëmarrës dhe me përfaqësu Kosovën gjitha festivalet e atëhershëm që ishin nga Slovenia e deri në Shkup, deri në Macedoni. I muzikës Zbavice. Zbavice. I muzikës së lehtë. Është diçka e veçantë që na që rrim bashkë dhe jemi meq, është një diçka e veçantë që i kujton njerëzit, emra, datat nuk i harron. Sona kemi pidje kafe bashkë, edhe kemi folë për vite 68-a, për nostalgjita atëhershme, për mes të vjetër, që falëshim për mes të vjetër për jonë, që unë për veti harraj. Jo, ti s'harron, po i rije pas taj ma vonë të kujtohen. Po une nëse i harroj datat, atëherë e harroj kulturën tonë muzikore, e harroj, si me thonë, historikun e këngës Zbavice shqiptare, e harroj që Kosova ka patur edhe atëherë, ka dhe do të ketë gjithmonë këngëtar dhe kompozitor dhe orkestrues dhe tekstshkrues dhe kjo është ajo. Për atem kujtohen se unë fatim, kur donë, kam betur i vetmi mohikani i parë dhe i fundit që i asaj gjenerate që edhe sot e kësaj dite këndoj dhe fatmirësisht, fati im më i madh në jetë që kudo që ka shqiptar në botë, unë tash po e them si është, mua më dëgjojnë 90% rinia, të rinjët. Kjo është ajo pasuria ime më e madhja, më e mira. E unë e kam betur ai që duhet me rifresku, me ja bo një remake, një refresh njerëzve që kanë kontribu në kohëra, kur Ismet Kosutova, kur ka këndu muzikë Zbavice, Valbona Nimani, kur ka këndu muzikë Zbavice, kur ka këndu parameje, Shyqërin Nimani, muzikë Zbavice, kur kanë këndu, kështë është, për Lilin mos flasim, për Nezmijën, për Qazim Dushkun, për krejt, plejad, duke vazhduar pas taj me mua, me Bedri Islamin, me Vera Oruqajn, me gjithë këta tjerët, plejadën e këtyre të tjerve, edhe që mbeta unë i vetmi, me Gazmendin e me krejt, po që fatmirësisht, unë meta sepse e dua këngën. Që të deshta me dalë, qëka është e veçanta që po, e dua. E ta si e këndoj dhe në qëfar mënyrë e interpretoj, ajo është që thonë çështje për të diskutuar, se unë e diçka, që profesioni aktorit, si aktor, më ka ndihmuar shumë për me ia dhënë kuptimin e fjalisë ose një fjale të vetme me diçka, me artikulu për çka po këndoj, me qenë e artikulueshme edhe e kuptueshme dhe me pas dikcionin e pastër. E dikcion më ka dhënë profesori i çmuar dhe i nderuar dhe patrioti i madh
i madh që hinë në plejadën e adhetarëve të mëdhenj bashkë shqiptar, profesor Anton Qeta, më ka dhënë dikcion, më ka dhënë dhe historitë letërsisë, se unë kam mbaruar edhe për gjuhë e letërsisë shqipe, atëherë edhe dikcion. Për dikcion, pastaj ajo puna e mundi i tij që na ka mësuar neve aktorëve, më ka thënë me shtije dhe këngëtar, për ta mësuar këngën të tjerët, duhet ta shqiptosh mirë çdo shkronjë, çdo germë. Dhe nëse kuptojnë, ti ke me u baj një orë se ta këndojnë ata këngën. Nëse ti diçka, qa the? Qa tha? Për shembull kënga që dashuria det pëllin te. Po njerëzit nuk kanë kohë me thonë çka tha, kthej edhe një herë. Replay. Sabriano, e kemi me bërç me i falenderu, i kemi të sponsor që na përcjellin edhe na animojnë. Gjithmonë. Na kanë përcjell gjithmonë, na duhet me i falenderu se kemi me bërç, edhe borxhi duhet me u pagu. Tash na i kemi me bërç, me reklamu, edhe me i përmend këta që kemi, që është profesori një fabrikë e mobiljeve, që ka fabrikën e Greme edhe salonin e ka para se me i në Ferizaj, një staf shumë profesional edhe punojnë me teknologji shumë të rejtë avancume. Me imaginatën qka shë, këta e marojnë. Emisioni i jëtë që në egziston pa këta. Sigurisht. Dhe kjo shekullin 21 është kështu i ndërlidhur gjithkun botë. Sigurisht. Jonë sanat të lidhë me zinxhirë. E tonë bota që quhet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e që neve na kanë si fëmijët, e ne i duam më shumë ti në botë, dhe me thënë reklamat janë gjdo kun në botë, që i sponsorizojnë emisionet, artistët, këngëtarët, shkrimtarët, orkestrat simfonike e çka jo. Po shumë mirë që kemi njerëzit që na përkrojnë, edhe na ndihmojnë, edhe na kuptojnë, edhe na suportojnë, edhe është boga hillë si është në bogë të Rrugovës, në bogë të Rrugovës, ka ofertat mira, për shembull, vikend, gjatë vikend, i shkon edhe në Brezovic, pa dhe në bogë do të më shku ka njerë. Edhe me shku me vizitu boga hillë, është mirë. Kur dush me shku me ndresh Mercedesin, s'ka ka me Mercedes, e ndrën, shkon të Arditi, është një Arditi, është të bashkutët që me janë të djemë shumë të mirë, edhe janë të arsyshëm, edhe janë shumë korrekt, edhe janë mjeshtër shumë të mirë. Unë ju sugjeroj të gjithëve të Arditi me shku, për shembull. Prishtina Rentakar, atër më lejo. Lutem shumë. Prishtina Rentakar është që na ka ndihmuar shumë neve artistët dhe na ndihmon. Unë jam njeri që për mua ndihmesa dhe falemderimi është institucion. Unë i falemderohem shumë njerëzve. Nga Zoti që e kam përsërit gjithmonë, më ngjes kur zgjohem, o Zot, falemderit që ma jep mundësin me jetu edhe sot dhe me punu edhe sot. Dhe unë e falemderoj me shpirt e me zemër, janë në aeroport, për djalin tim Armendin dhe për nerën time, ma kanë thonë veturat më të mira, me më pak kilometra të kaluara për të shfrytzuar. Dhe nuk ju harroj asnjëherë. Dhe menaxheri imi, Avni Selimi, njeriu që i kam shumë borxh, sepse mundohet shumë për mua. Mundohet njerëzit për të më kontaktuar mua, për unë nuk di. Dhe çdo paraqitje imja, kudo në botë, kudo në Kosovë, kudo ku këndoj, është në përmes bët Avni Selimit, që Avniu e di që gjithmonë merë vetur të këta. Tash dikush thot po bën reklam, po njerëz jemi, pse jo? Normal, sigurisht, normal. Dhe unë i falenderoj Prishtina Rentakar me shpirt e me zemër shumë. Në raportin Adem Jashari, po. Kemi edhe një përkrasa dhe mbështet tjetër, që është në Gjermani, që është Ajdini, Shpedicion. Kjo është një firmë shumë e fuqishme e Shpedicionit, që është në Herten, Gjermani. Kam dëgju, po. Edhe që na ka përkro prej fillimit, që është një shqiptar i unë i dashtën i Iliridës. Bravo. Edhe na falenderojmë shumë për mbështetjen që na ka bo, edhe vazhdon me na bo. Shqipëri, e ke pas vështirë kër e ke fillu pas, mu më të regom drejt. Emisionin e parë kër e kom fillu me Sabrianan, edhe për ata kemi me full prap, edhe në fund fare, e kemi edhe Su Collection, që ka fillu me përcjell me veshje ka pak, jo, po kohët e fundit,
që gjindet në rrugën Muharrem Fejza, Bravo. me kate, me gjona, me këmisha, Bravo. është përgjithë shumë mirë, edhe unë të gjithë ata se ta shqenë edhe maturat, edhe darsmat, edhe krejt ata që dojnë më vesh. Ty të veshin këta. Po, su kollekshan pa. Për mua, kujdeset atë në falë, nuk e kam ditë për të madhin Zot, që kam e qenë diçka, Luciano e mirë njohur, Luciano, Luciano për stylingun tim, për veshjet time, sidomos për paraqitit ku janë pak ma glamour, gjithmonë e falemderoj Arianitin me shpirtë e me zemër, pronarin dhe bashkëshortën e ti, e Lucianos, që kujdesën për veshjen time. Sabriana vjen edhe këtu për dhe pak, të su collection. O zemër. Faleminderit shumë Sabriano, se e cek edhe thema herët emisione e parë kërë kom fillu. Normal, po marrë parasysh që është profesioni prej aktorit, se në aktrim son gjonat me skenare, me regjisor, me ato i ki detyrat e caktume. Po kjo është pak ma përgjësi ma tjetër edhe emisionin e parë, Sabriana Karme në ndërru edhe me hap emisionin e parë, që na e kemi një vjetorin e emisionit, e kom pasë shokuna i ma herë, po një vjetori është tash i emisionit, edhe Sabriana në emisionin e parë më ka thonë masonal, vazhdo, puna. Ta kam thonë edhe po ta them prapë. Dikujt mund t'i pëlqej. Edhe unë, edhe aje, dhe është e drejt njerëzore. Kryesorja, mos me na urrejt, e nuk të rrenë kërkosh, as ty, as mu, as ne si urrejmë. Po, ti preferumi jem, ti ke ke shtrirje të zonit fantastik, ti ke melizëm, ti ke çdo gjë, ti ke dikcion, ti ke i aktor me profesion. Ti po e parashofën një tardhme tone, edhe pse ti jenë skenë që sa. Ti ki me mëri gjithmonë, po mërin prej ditas në ditë, që është dohet me shku, mënyrën ma pragmatike, ma të mirën, ma të sigurëtën. Nëse e nisim kështu, masën e s'ka ku edhe Hupi. Po. Unë dëshroj gjithmonë sukses. Faleminderit. Gjithmonë po dëshroj sukses. Faleminderit shumë. Unë kom e nejt afër te e bashkë, se me qemi, edhe me marë ka pak do këshila, se shumë normale, se karriera dhe të kalumja dhe përvoja dhe ato krejt merën parasysh edhe njeri me hec me hopa të sigur. Po edhe unë marë prej dikuj gjithmonë. Unë jo si këshila, po i ndëgjoj edhe që kam pëlqenë mas në i zbatojë një jetë. Sabriana, a ka diçka një jetë që të ka met me rak? Që të ka met me rak, që thu, nuk, që kësen më ka met me rak një jetë? Marak më ka met që baba jem, djes post, nuk e më riu me pa Kosovën të lirë, shtet sovrane demokratik, me ushtrit vetën, me kufit vetë, me policit vetën, me institucionet e veta, me begadit që i ka, me kritë mirat që i ka. Kjo gjithmonë e kam shpirtin zemër. Shumë i ka pik zemëra gjak, dhe i kem pik zemëra gjak, me pa që jena bo shtet, edhe të kishim edhe me u bashku me nanën Shqipni. Kjo, e sa për vete, une i kam në mi dëshira kështu profesionalisht të mijat. I kam shumë. Se po të betona që s'kom rrit në i sen kështë dhe të shka. Askush, jo vetëm unë. Askush. Ma lejove, se si kreva. Shqipëri. Së në thamë qka ti, Sabri Fizullah, qka? Unë veç jam shërbëtor i Kongës, për njerëzit, për ata që më dëgjojnë, e që unë i falimderoj me shpirë e me zemër ata që më dojnë. Unë mos me qenë ata, kujna kom i këndu? Kujt? Për konë. Pas ajo fatmirësia e jemja dhe që më ka prejkë Zoti i madhë, që të rritë po më dëgjojnë mua. Dhe më thënë, po vazhdon puna e Sabri Fizullah prej generatave, 80 vjeqare, 85, 90, edhe dhejtë generatat, 7 vjetë, 8 vjetë, 10 vjetë, 15 vjetë. Unë jam një riu majtë generata dhe generata. Po s'kom riu në i senë. Po në thash, dhe me thonë edhe rinia dhe djallë janë për shambull, dhe në kongë t'juvet.
sepse kom eduku pak Lumsion. muzikalisht. Jo mundu me eduku Fati jemi muzikalisht. të ho zemrën. Njeri sigurisht që ka me bërë rrugën ose trasën që ka shku se piken edhe qëllimin që ka me qu deri në fund. Edhe me kry detyrën e vetë si detyrë. Edhe me thonë ato që ka thonë qoftë, qka do qoftë ai? Si këngëtar, si aktor, si politikan, po është më rëndësi me qu edhe me majtë sa e ke majtë. Më thonë, tash me folë në kushte normale, është fenomen i veçantë. Me përcjell gjenerata dhe me vazhdu alo me të ndëgju rinia. Shqipëri 1000 të meta i kam unë një, që jam njëri edhe unë si krejt njerëzimi, po dhe se flasim për profesionin e këngëtarit, jam mundu me dhonë shpirtin pak, me dhonë, qaq sa dije, sa muj, qaq, edhe po mdo këtë, është fati jemi që ata mas ne e kanë kuptu, mos po lavdrona shumë, e kanë kuptu që unë e kam për një mekit punë, nuk e kam kur njëtë se kom nisën e për të mira materiale, jam rritë si fukara, këtu në Prishtinë, i kom ru lopët e delet, e kom prasit, edhe pse i lindur në Prishtinë, e rritur në Prishtinë. E kom dalë para shkallëve teatrit si 15 vjeqar, 14 vjeqar, kom nejt, mi po njerëzit. E kom përjetu masanej bukurin e Prishtinës edhe tonë Kosovës, a priori asaj që kemi qenën gjithmonë në atë sistemin si pas qilësit, që edhe juve që mës me thonën, kjo Jugoslavi i donë veç sërbët, po ju edhe shqiptarë, adin ka pak, hajt ka pak. Po na shpirti jonë edhe gjithë ata që kanë punu në institucione shtetërore në atë kohë krejt, janë konë shqiptarë si na, e kanë doshtë kombin e vetë edhe gjuhën e vetë, edhe kulturën e historinë, edhe kanë thonë, dimoni Kosovës, hajde, edhe kemi ardhën deri këtu ku jemi. E unë kur gjësë kom bo, po thomë, për kitë punën tonë, jo munu diçka, me lonën një diçka. Kom përjetu 100.000 gjona. 100.000. Jam i begatum shumë, i pasurum me qka kom pa, njetë, ka kom shetit, ka kom shku, qfar muzike kom dëgju, qfar koncerte kom pa, qfar, s'po di si me thonë, edukata e ime muzikore, po e nisim kështu, me një diçka që nështë është qudi, emni jem është Sabri, baba jem Hazir, mu ma ka vënu Sabri, vlezërve të mi Rushdi, Shefki edhe motrës Hajrije. Tje ki emrin Shqipri, e tash, unë e ti dalojmë për ka nivelli arsimor e ingritjes me leje, e ingritjes prindërve tonë. Baba jëtë ka qenë ingritër, ka thonë Shqipri, baba jem Sabri, se ka menu që a di shqiptar musliman edhe hajde. Ani sa mirë që jem musliman, si jem fajtor, sa mirë që jem katolik të krishter, ani qka, ortodoks, ani qka, po jemi shqiptar, mbi gjitha. E kemi gjuhën edhe gjakun të njejt. E tash, unë i kam thith, kam shumë qka. Jam shumë i pasur me qka kam pa, qka kam përjetu. Me qinda e qinda koncerte, paraqitje, deri mi traktor. Edhe në traktor kom knu në i darsëm, kur është suprimu qdo gjanë në Kosovë, për me mbjetu une me familjen tem, edhe për mos me lonë kongën, tu e prit jak o dit e bardh, jak eja, që mas 90-ës vjen në i dit prap, edhe e vazhdojmë këtë muzikën tonë ku e kemi lonë, unë që të kom kënu edhe mi traktor, edhe në traktor, edhe ane, me dashuri, me busqeshe, kam përjetu. Prej simfonisë ku i kam dëgju e se kam kuptu, se unë se kam kuptu simfoninë. Unë e di ku shë Tchaikovsky edhe Beethoveni edhe Mozarti edhe, po unë nuk i di, se nuk i di. Muzikën zbavit se di sa e interpretoj, sa ama e du në shpirë, se e njo prej viteve, wow.
E një dhe një. Kanë ardhur nocioni muzikorit tash, pse jo? A disha, këto zhanrët e ndryshme janë sikur një kopsht me lule, që ta kna shpirtin, kështu. E tash, zguzojmë na me thonë, këta i ndëgjojnë këta. Këta i ndëgjojnë këta që janë ma të avancuar këta. Fola shumë. Jo, nuk folje. E kom diçka... Qa po të në? Diçka interesant. A ka diçka të veçantë se në një talent tjetër jashtë muzikës edhe aktorit, Sabriana që na nuk e dim ose një diçka që e ki ti talent ose e ki që na nuk e kemi ditë, për shemë. Në gjotë tjetër, në pasione, bla, në i këshu një. Pasione unë e kam, po... Nuk e di, shumë sene nuk e di. Unë e muzikën që mira që 58 vite që di sa e di, limo për gjona tjera. Sabriana, këtë e dim edhe folët, edhe mu më karo për shemë, valla Sabriana është zotni, është i kohës, veshët me shije, gjithmonë kjo folët edhe folët, bile kur merët në jaset, thojnë, ua, ko ke vesh si sa për Fejzulladin me dhe me kvartë. Jo, ti din mu vesh vetë. A diçka, Shqipëri, fukaroja gjithmonë ka pas shepër me u vesh mirë dhe mu duk mirë. Kjo ka qenë ajo intenca e ime ton jetën me dal pe asaj vorbule, pe ati rrethi, mos me qenë rreth qivësina e mbetëm në tepo. Gjithmonë kom dal pe rretheve. Edhe të shoshnis ka i here, prej shokve, edhe që më vjen keq. Pse? Po, mos me pengu, mos me, adin, rreth, si e she, bota është interes, dhe është shumë normale. Shumë normal, po. Adin, Vesh interes e shnoshme, kom, kështu i mirë. Dikun ma shumë e dikun ma pak, edhe i kom thonë, grahi vetë, grahi. Po, e kom pa që i vetë zbahat kur gjo, pa ndimesën e dikuj. Hajtë këndo ti, pa orkestrën këtu që i ki këta djemë dhe që i përshëndes nga zemra shumë. Edhe bravo ju qohë për punën që e bani. S'mundesh, se s'mundemi. Na dojmë me shku me një kongë se shokën bashkime kemi edhe kongëtarë të muzikës Bavice, edhe dojmë u këthuj prapë me pjesën tjetër. Pas bashkimit edhe shoku tull më të mirë, pjesëtar i grupit, Folekesh që është pjesë e orkestrit. Po du më qumet. Ku me shku? Sabriana, a është marrë për me të vetë? Jo, kem të full për garderobë edhe për... Shumë bre du, kam dëshirë më u vesh, kam shumë,
kur kam qenë i ri s'kom pas, kushtet kanë qenë atë, që baba jam u konë terzi, ka kep tjerë që, s'ka pas mundësi mu me mblje, ka pas mundësi me na majt, me na dhonë sa do buk, edhe do djath, edhe do speca, edhe dhe i sen qështu. Nona jam në i pite, në i fli, në i laknur, në i krelon me duqa, në i sen qështu, edhe po gjithmonë tu menune që me ecë për para, me dal pe i kësaj, tesha ti kom dash shumë, thësha, o zot, kisha, veç me i bo një herë, 2 metelik, e me mujt me u vesh mirë, me u dok mirë, se sikur me u shkollu. A ka gjo ma mirë? Ka gjo ma mirë. Sabriano, edhe one, mu vesh, mu ly, mu në gjyt, tash kam qef. Une më dhimët zemra, edhe pse si kam mundësit, po me ble vetur të shtrajt. Jo, a veturat të shtrajta janë për njerëz. Sa mirë si blinë. Po është gjuna, unë e po thamë, si Sabri Vizullo, me dhonë 70.000 euro për një vetur, ja mas 6 mujve i del fala gjysë e pareve shkojnë. Unë e si kom rënët për ashtu, po edhe mi pasë mdhimën, për tesha së mdhimët kur gja. Për tesha, për parfem, për këpuca së mdhimën. A ki shumë Sabriano tesha e... A muj mjasit në i farë shmimi dhe i dikon, sa mundet me... Sa vetura ato ka 80.000 euro duhet me konë? Bre, jo bre, Shqipër, janë në fritë të thash, a din shka, njerëzit s'kanë edhe me hongër, në kitë kohë. Une nuk kam kushe di shka në këtë jetë. Ke dhonë balë, sa ke mujë gjithë jetën? E ke dhonë dashnim për publikun, ju ke dhonë kongë, që sa da saj ditë... Une vesh kam qaq e di, për une edhe nera me jetu si njerëz. Nëse na nevojit e diçka për mua dhe te, falemderit Zotit, mirë. S'mujmë me lyp hua, me ardhë dita, s'kom që me bo, vjenë, mirë se ardhë, kaq. Edhe mu vesh e mu mathë për veti, edhe me shtri dorën pak, duhet. S'mujmë ju më ndërtu shtëpi njerëzve, se si kom rënet, s'kom po, gjdo dit ka pak me dhonë dikuj po. Pika. Me gjithë zemër. S'muj kushe dit qka. Po, se më vret Zoti. Fule për zemër edhe ma kujtove edhe një diçka me ta thonë. Ka me të ho zemër si sa prefizullohu. Po. Ka dollë kjo, qysh, a ke pas që shprehi kështu dhe... Moti, une as vetë se kom ditën, ta ho zemrën, mas pari nonës temi, thësha, oj, nona jam, që lypja për babushit, bre, si kom i thonë që ta është 2 euro. O ta ho zemrën, bre, ta ho atë shpirë, bre, nona jam. O Sabri zgudzoj e vlad, po pse, bre, nona jam, po zgudzoj, bre, Sabri, se s'ka asa i shkretje, na vynë për shpi, na vynë, me na ardhë në i musafir në i sen. O ta ho zemë, bre. E kur e kish që to në palë dimive, nona jam se dimi ka vesh, e kish një farë mendili, faculet, edhe aty, si mi thonë, 2 euro, i kish pështel, 20 disa i ruike, edhe i qelke. Të ka dalë të asi unë e të këshyrën, për ty i kom rujtë bre vlad, edhe i qelke, e mi jepke. A i thesha, o të hatë zemër, o zemër, o nona, edhe me të tanë jetën. Edhe njeriu i parë që ka shpërndamas në Shqipëri, ka qenë Kastriot Tusha. Kur kemi shku në turne, në koncerte në për Evropë, e që ishim në grupë edhe Kastrioti që ishte me neve, unë thësha, ta ha zemën, bo, aj, Sabriano, sa fjallë mirë kjo, ta zemën, edhe aj që ishë busqesh, adin, që të tenarë, edhe aj, ta zemën, shkojnë Shqipni, tha, e shpërndava ta zemën, pa dashje, se kjo një me bot pa dashje. Kjo fjallë mira dhije, fjallë, dikush të qka u bo, ajve së ta zemën. Nuk ka sen ma mirë. Po mirë, jo, është shumë gjo e mirë dhe shumë shprejje mirë. Shprejje afert, edhe njërzore, edhe mrenshme. Unë kom qef mi ofru njërzit, jo mi largu. është shumë e mirë. Sabriano, bashkëpunime ki pak? Nuk ish shumë bashkëpunime. Po? Me kolegë, me këngëtorë, nuk ish shumë.
Jo. Kryesisht kongë të ki ma shumë sa, Jo, s'kom pas 95% kur. është ta. Pak, po. Shumë pak ki. Po. S'ka qenë koha në atë kohë, s'ka qenë koha e bashkëpunimeve. A din, edhe zhanri im i muzikës bavice pak ka, ose muzikës popullore, pak ka që mund të këndosh në duet. Se ndron tonaliteti, unë jam për shembull bariton, e tash me ndru nëse këndon femra, ose dikush është tenor, duhet me modulu si orkestrim edhe prisht ajo qësëndia, ajo bukuria melodike. I hupë normal. Që ashtu mendoj, në rap e këto bashkëpunimet janë, po. Se kjo, kur i thash Sabrianës për punë që ka pas ma pak bashkëpunime, dhe që ma kujtaj atë thonjen Luani e Zvet. Si Luani e Zvet. Jo, atër ka qenë qishto, s'ka pas bashkëpunime, atër qashtu e kom një Zvet edhe me të qashtu, s'do më thonë që unë s'kam qef me bashkëpunu, po, gjithqysh po kjo, u me të qashtu edhe me ta mas nej qashtu. Jë mësu, thu qashtu prej fillimit edhe kom gjetë vetën. A ma let është konë me ndërtu rrugën e karrierës, jo, te si Sabri se më tha, mësë më tha jo, a për shemull Ermali. Unë, atëherë në atë kohë, kër e kom fillu, ka qenë më e korrigjuar integrimi i një individi ose instrumentisti ose me një orkestër radio-televizionit Prishtinës ose për me shku me këndu në Radio Prishtinë. Në një është dasht ka qenë doktor profesor Enver Gjergjeko se arrej asë njerë që i ka kontroluar tekstet dhe Rifat Kukaj, poeti i mirënjohur. Tekstet. Masen kanë qenë Severin Kajtazi, Krist Lekaj, Akil Koci, Tomor Berisha, kanë qenë Lorenzo Antoni, kompozitori i madhe, i famshëm, i muzikës serioze dhe i muzikës e përpunuar, popullore, nivelit kështu trangut lartë. Ata e kanë dëgju si komision një këngëtar, qëfar diksioni ka, që po këndon, kompozitori që ka kompozu për mu, a i përket është këngë shqipe me primesa popullore, me primesa të melosit tonë, apo është me pas nej orient, atër ka thonë, kjo këngë duhet me shku në redaksin turke, edhe me këndu. Atër kanë qenë kështu, ka qenë një loj rigoroziteti, s'ka qenë liria si me thonë, ka qenë një liri shumë e kontrolume. Demokracia është, nuk vjen kushte ty, në alo se duhet qështu, dora e hekurt, jo, është demokraci, këndon qka dush, po më varet masanej, sa po ke sukses dhe sa po ecë për para. E unë e mendoj që në atë ko, ka qenë ma fështirë për mua. Edhe pse edhe Ermali ka përjetu si thmi me fillu me këndu, kur akoma janë kontroluar edhe tekstet edhe kongët e po. Ermali e ka pathur një fatë. Në një që, se tash po flasë për djallë të emë, po e duan shqiptarët gjithandej ku do në botë edhe unë e kur gjës po thomë. Vesh po flasë si kolegë. Cilin ju dojnë ma shumë, Sabriana? Jo, si e vlad, jo, si fmi, a ka njeri, a ka prinsë si të dhënë fmit, po si kolegë po flasë. A i din me knu, a e ka zanin e mirë, pa është ingritur muzikalisht, a i ka shku 8 vite në shkollë të muzikës. Edhe fati ti ka qenë që e ka filluar në moshën 7 vjeqare me 2 njerës që kanë qenë në atë kohë edhe sot, abeceda e muzikës, Armend Rezhepagishi dhe Aida Baroku. Unë nuk i kam takuar që sa vite, as jam takuar as me Armendin, as me Aidën, jetë ashtë kështu, se la vi, që thonë, edhe po që tash e gjithmonë e falemderoj, sepse se bepi, për me hecë Ermali është Armendi dhe Aida, po gjithmonë me shtyrjen, me përkrajen e mamit, e nerës. Nera është ajo që e ka shty, ka thonë, unë e kam thonë, le djallin, mos e shtiksiujnë në këtë profesion, se nuk ja vlenë kjo profesion. Le ma djallin se e donë kongën. Po Armendi dhe Aida, a e ka përjetu, masën dhe
natyrisht maljet e ka pas. Maljet. Se këndon edhe diçka tjetër ai. Ajo stili ti është zbavice, është popullore, është folklore, është do gjo. Po edukata e ti, si e ka nis, është R&B, dhe që me repist ban, me reperët, ban bashkëpunime gjithandej kudo në botën. A duhet me konë ma shumë me fat Sabriana, apo menaxhimi është në pyetje, apo puna? Veç puna. Puna. Fati, qka me fat? Pun. Ja, ti rrejnë shpesa dush. A di qka? Dikush e ka më falë Shqipëri, e ka një decim një zo, qikaq. Edhe s'din edhe kur qysh edhe për... Po i dhez, thojnë fati, jo fati. Aja ka një diçka në shpirt, një nur, diçka që populli ta merë. Populli kur ta jep, të prek diçka. Edhe Zoti madhë, kur son të ndala. S'munet me nalë, sakt. Hec për parë. Sabriana, keni punu me shumë qëret, më do këtë vetja të qyrë, se kër të i dhonë lajme të ampave. Me shumë produksione të ndryshme të Republikës sonë të dashur, edhe shumë producent, me cilin je konë ma i knaqën? Me produksionet, producent. Me që keni punu producent që kam gjatë kohës. Unë kam punu me shumë, me Shkumbinin, kam punu me Emrën, shumë, kam punu me Bajram Zenullahun Dejan, shumë, dhe me... Nuk e di edhe sa të tjerë, kam punu, po... I falemderoj gjithë, ata që kam bashkëpunu me ta, gjithmonë, sepse ata i kanë hequr gjitha shpenzimet për këngët, për orkestrimet, për videoklipet, për gjitha edhe... A kemë në i falendrem veçanë, Sabriana, për shemull në i ku që thu e falenderoj, që unë e kisha falendu për shemull, s'pedis për flasë. Unë, e falenderoj e Brostasin, që kam bashkëpunu me te shumë, edhe shumë e falenderoj Bajram Zenullahun, produksionit Dea, se me Bajramin jam mik edhe familjar edhe jemi miq kështu shok viteve, edhe ndjes pas babaj ti që ka punuar radio-televizionin e Prishtinës, Sabit Zenullahu, edhe për ndryshe Hakif Zenullahu dëshmori, me Zerë Pajazitin e me Mondin, e Nojën, është vlla Hakifi, është i Bajramit, jemi një orë që nga familjarisht. Bajramin, produksionin Dea, Bajrami ka punuar dhe në teatr, kemi punuar bashkë me te. Edhe një femi, po ai më ka ndihmuar gjithmonë shumë, pa nëj potencial, edhe Emra gjithmonë, mos të harroj. Edhe Shkumbini, po që kur erdë puna për me hap kanalin tim, mas... Po, që të desh ta me dalë, si rarë, si rrëtë pak. Për me hap kanalin tim ma në fund, që e falemderoj, dy njerëz i falemderoj që më kanë shty me hap, unë tash e kom hap, tash. Ma në fund. Ma në fund. I shkreti unë. E sa kanë punu për shemull produksionet me vjetët tona? Po, kanë punu shumë, halali shof prej me e krejtve, disa mu kanë i dhnu, unë nuk di që shkojnë këto punë, të betona nuk di. E di që nuk di. Tani kompania ime, tani është Baresha, me zdo të tri Afrim Kolgecin. Aty e ki kanalin tash. Që e falemderoj, aty e kam kanalin, te Baresha. E që Afrimin e falemderoj me shpirtë e me zemur, një djarë që jërë kështu i padukshëm, me dy fjallë të duhet kështu. Se kjo puna? Unë e të një më jotë. Po, kush më të shtyri ma hapë kanal timin? Shyrete be Luli edhe Luli, bashkëshorti. Ata më kanë thonë, Sabri, pse se hapë kanalin tënë? Pse? Po është mirë me pas të je që 200 vjetë kanë këtarë mona shurdhove, edhe se kini kanal tonin që nesër, kur në betën nipat edhe në besa tua dhe si e një ditë, është kanali ytë që e mirë mbanë, ose e kontrolon në i nip, në i mes, në e bashortja, a fëmiju ytë, dikush. Pse? Edhe unë i dëgjova, edhe e hapa, e pak, mu i dhunë, po
s'ka lidhi. Më thanë, ato e në kongë tona, ato ti zgudzon mi qitën, se ti ndalojmë, ti ndëru. Po ka dalë, kush i ka kënu ato kongë, pa, asë mbjen hisë edhe mu pak ajo kongë, që ta shvile? Masi që janë ndëgju, e janë stëmë ndëgju, e tash kom fillu me i bo remake, me i këndu edhe një herë, e që Art Mezinin, e falemderoj që me një piano, mi ka përcjell 10 këngë, 10 balada, halali qoftë. Sa mire që kam këndur taj live në studio me njerë, dhe që Baresha i ka lancuar në kanalin tim. Ta është njerëzit ati lusë, nëse doni më jëshur dhe u vesht, hini atë dhe kanalim Sabri Fizullov, të Baresha edhe në dëgjoni. Ta është tutje, gjdo gjë që do të baj, unë i kam pregaditë dhe 2 këngë 3 që do t'i lançoj këto ditë, tash kanë dalë edhe 5 tjera të ripërpunuara, hite ndërvite që i ka quajtur afrimi, e që kanë dalur mbrëm, mdokët, e që kanë mund dëgju, po pas një 2-3 jave, do të lansoj edhe këngë tjera të mija në kanalin tim, këngë 3, natyrisht dhe që kam bashkëpunim, më falë, janë njana me, kam qef me i përmend njerëzit. Po, me i falendëru, normal, falendëru. Arsim Bunjakun edhe me tekst edhe me melodi edhe maestro Virusi orkestrim, po një matë badhe me kam një tekstshkruesja Albeni, nuk e di, nga Prishtina, gjallë shumë i mirë, po Besnik Qaka. Besniku, këngëtari shumë i dashur, shumë i popularizuar për shqiptarët, a i ma ka ba një këngë halali qoftë, ma ka knasë shpirtin, të falemderoj qysh tash, inshallah, veç ka me ju pëlqy publikut, besoj, që Besniku është këngëtar si na, edhe din aj me prekën zemër, din. Unë jam shku taj në studio me këndu e jo me të pa men, njërën që është komunikoj ka i me mu, se këngëtari ta djedhimbjen, se vetë është këngëtar, e ta shumë su një shes ati dushk për gogla, se është këngëtar, njëjtën skend për çdo ditë siguron, edhe, e inshallah, na shkon puna marë, mu, Besnikut edhe... Inshallah, gjithve. Gjithve. Gjithë ata që punojnë edhe mundohen. Mundohen. Po, ka me punu gjithë. Aktiv je shumë. Po, nuk nalesh. Falemderit shumë, falemderit. Gjdo weekend, Falemderit, diaspor, po. Kosovë, Shqipni. Mirë, po. Shqipni më flenë shpirti. Unë s'kom besu kur që kom e depërtu. Unë kom atëherë dikur, kohë të Enver Hoxhës, kam qeni i njore i popularizuar në Shqipni. Po kjo është ajo Shqipnia. Që unë e kom deshur. Shqipnia e prindërve tanë që kanë dashur, edhe gjyshërve tanë që kanë dashur, edhe ne që e duam, edhe fëmijët tanë që e duan, dhe sa mirë. O sa mirë me qenë shqiptarë. O sa mirë, ja aktiv edhe shumë në për darës më martesa surprizë që përshkonë. Po. Me pjesën tonë të programit, që i ki se cilën kongë që t'ja njëse ki hitë. Unë, Shqipëri, është një fati imi, unë shkoj këndoj maksimum një orë, 25 minuta, 50 minuta qysh, në kohën e caktuar në dasma, janë këngëtarë që këndojnë, mu më ftojnë si mysafir special si surprizë, o Dhondri, o Nusja. Edhe jam shumë i lumëtur, unë nuk kom besu që atë shumë thrasin me shku, me këndu në për dasma, Avniu thotë, o, batë, që u ba me ty, Sabriano, që u ba me ty, i thëmë, shuj, se fatë është. Kur diskutohet edhe... është derë për mua. Kur diskutohet edhe debatohet për këto pjesë të surpriza, ose ka dhe të tjerë që shkojnë, bojnë dhe surpriza, po. Respekt. Edhe si kolegë, edhe si me që jemi kur flasim për këtë pjesë, i thëmë, jo, pse anej, o zëtni, Sabri Fejzullov Ameritan, se i ka 50 kësër vjetë karrierë, o zëtni. Ja ka bo hizmetin, e ka shtru rrugën, ka punu shumë, edhe është nderi madhë, për dikan me pas si pjesë të surprizës. Nderi o reciprok. Po sa, ata një nderi me të pas prezent. Das Matila, nderi është i imi, nderi... Falemderit që më... Sabriana, me politikë s'po ta mërmenja mo me umar. Jo, kur njët. Pse? Jo, se, adim pse? Se, ja, edhe
edhe s'kam qefis me mpyt për politikën, po se akoma është një farkohet e ne në Kosovë që di, që 22 vit, nejse, jemi të lirë, shtetin tonë. Si meq kështu. Akoma t'jedhnoha njerëzit pse jeme një Ato parti, sepse me si jeme këta. Pse me ndonë ndryshe për ati. Po s'ka lidhe po. Na jemi në shërbim gjithve. Na jemi për gjithë. Unë, si Sabri, unë e respektoj institucionin. Vjen ky, e respektoj. Shkon ky, vjen aj, e respektoj. Tu e respektu kryeministrin, presidentin, ministrat, institucionet, kryetarin e përparim Ramën, e respektoj institucionin, e respektoj shtetin tem, shteti jam që po ecë për para. Me njerë mas liri s'ka ecë, sa rruga ushtru, sa sen ju po sa, për dit po regulot, për dit, ta pa thejnë, qka po bon kjo përparimi, po të betohna kur njetë se kom taku përparimin. Unë e babaj tim ka dhonë mësim, historinë e artit, ka Drush Rama që ka qenë piktor me namë, në kohën kur ka studiuaj, kur ka mbaruar Akademinë e Arteve në Beograd. Unë e kam një orë, kam pas profesor dhe mik, dhe agjallarët dhe gjithë fisin e tina. Mirë po, unë se një përparim Ramën. Po e ka fillu një të marë, sa pa dhe një, qa po nga bëm breksu? Për zotin, mirë. Unë, mu po më pëlqen. Edhe mëse, tash, ka me dhonë pare, a i se mu më një, po thëmë, po të betona, në thëmi që se kom po, as se kom taku, as nuk di. Po sot dhe pash parkirimi i makinave, djathas, edhe më, si në Londër, sa i ka jetu në Londër. Me thonë shqiptarë, o shqiptarë, s'mujim na me ngarend, me qu, me i gra makinës, 80 orë, ku është në gështë. Sa ato rion rrugë për 30-20. Edhe u bot ta mënë qashtu mi gra, se knej, makinat parkume, knej po, është një kahore, edhe sa mirë tash të shpijem aty, ku jam une të Ministria Arsimit, si po imët, do të me shku një kahore, që 5-6 herë, kur e kum pa vetër, ata tu ma bo një, ku po shkon, këtheu. Mirë po bat, do të më mësu. Me jem mësu atëherë me dy kahore. Se the nuk kam qef me vetë. Nuk kam qef me vetë për politikë, nuk për të vesë. Unë e respektoj institucionin. Nuk për të vesë për politikë, heq, as do me të vetë mo. Veç a i kerapish, man. Me mujt me këthy që atë pjesën, kër e konë pjesë, që e konë një mandat deputet. Me mujt me këthy edhe një herë. A i shëhi. Unë kër kom hi, kom me dhe histori. Edhe pse, e kam thonë edhe prapë e thëmë. Për zotin, më kam jetë pa 4, a ditë pse? Mu më ka thirë, njeri caktum, jam shku, shumë kam qenë nderum. Se jam në listën e deputetve të parlamentit të parë shqiptarë të Kosovës të pranuar në ndërkombëtarisht. Që kanë met në histori. Dhe, kam met histori, po a dinti që CV-ja ime atje, thot Sabri Fizulaj këngëtar. Se, pa të keqë po e thamë, 2-3 qaushtlar aty që janë marrë me këto shkrimet, me ti, po, që kanë ba CV-n, këthanë, si kë këngëtar. Ashtë, sun themone, jo se kë është murator, si kë murator, jo. Për shembull, na segregacion me zvet. Për shembull, me konë në Shqipni, si kur t'i shkon në rasti i njejt. Sabri Fizullah, artist i merituar kish figuru. A kish figuru? Jo. Se kanë titoj. On dëgjom. E pse të na nuk tepë qa titull, o vlo? Pas Polypione me më gradua. Jo, nuk po du me thonë, jo, Sabriana, pret. A momi hyrës. Na, pse jene tash na falni pak. Me thonë, qka kom kry me shkru aty? Nuk e kanë shkru. Unë e di edhe një fotografi tem që është qitë, mas 3 vjetëve aty. I kam përcjellën e gjonat se,
aty kanë punu do djeme, do vajza që më ka thonë, gjë Sabri, pse ty, kam thënë, a son jam i pavlerë këto, se s'ka lidhje. Njerëz të caktuar, aktorët, koft këngëtarët, që kanë dhonë kontribut të jetën. Po. Artisti popullit mu më ka që presidenti i nderuar, që është në burg, pa drejtësisht, bashkë me luftëtarët e lirisë, që në kanë sjellë liri neve, dhe që ajo luft është pranuar dhe është bashkuar dhe NATO-ja, për të në dhënë liri neve së bashku, e pse i duam në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, pse duam popullin Amerikan, dhe do të duam përjetësisht gjenerat pas gjenerate, ne shqiptarët jemi të betuar që do të duam e duam deri pa fundësi popullin Amerikan dhe Shtetet e Bashkuara, se na kanë ndihmuar, na kanë bashkuar edhe ushtrisë limtare. Presidenti tha që mua më kanë nderuar dhe jam me mirënjohjen e presidentit jam i nderuar për Zotin e Madh, po. Më kanë nderuar e tash kjo i bjen që ku ka ky, po s'mojon e me jamohu ato që më kanë nderuar ai mu, më ka bën nder të madhe shumë. Shumë ka bën nder mua dhe familjes time. Po sigurisht a di pse? Se nuk guxojmë ne, edhe njëherë po them, me i dallu njerëzit. Ky është ky dhe ky, kush është ky? Lektak. Ky s'ka bë kur gjë. Po ky ka bë atje nëse ka qenë pastrues, i ka pastru mirë, e ka bë edhe e ka një me. S'pe them që jemi të barabart institucionalisht dhe vlerësisht, dhe që kontributi jonë është i njëjtë, si politikanit ose atin. Po mirërisht e ne në politikë, futën njerëz për mu pasënu, e ndhe ka njerëz që për mu pasënu. Nuk jo pasënu shumë. Po pastruan gjanat, po vinë senet të në ven, mirë, sa mirë. S'kam bërë shumë, ata unë po mendoj që këta i kam pas. Po funksionon ushtria jonë, e ke paja ha zemrë, sa mirë, policia jonë, sa mirë, pse kush i administron, gjyqësia jonë, sa mirë, ka dal. Policia shumica e policëve dhe e ushtarëve dhe që janë njerëz me grada i duam shumë, i kanë janë themelet e shtetit. Ne, s'po flasë. Pelojmë krejtë, s'po flasim. Pelojmë krejtë, s'po flasim. Jo, s'pelojmë. Na ka met ta ha zemrën. Sabriana, a kujdesesh për veten shumë, për veten? Se unë e di për shembull që për ata që nuk e dinë, Sabriana çdo ditë minimumi ecë një 10 kilometra, po, minimumi. Po, edhe sot kom ecë, edhe dje kom ecë, edhe pardje kom ecë. Edhe kur shkoj në Zvicër ose në Gjermani ose dikon, edhe atje dal eci, dal prej hoteli edhe këshyri, mos po hupi në ikone. Ishe jo i senet, që kjo në gjyre verë, që kjo e zezë, që kjo në dërtes, që kjo në bishkrim. Po, eci. Ecja është tash pjesë e jotja, që nuk mund është mundohë më pjesë jetës tem. Unë e kam jetë edhe njëherë. Sa ti qeli sytë, një gotë uj dvalë, sa ma ban goja me pi. Një lugë vaj ulliri, që është i ftoft i shtrydhun. Ma ka thonë tash mi ku jem Kastriotusha, kesh me këndu në koncertin e tina, mbrëmja evropiane, me 2 tenor më të mirë qiptarë, me Josif Gjipalin edhe me Kastriotushën, e Vikena Kamenicin. Unë isha inderuar me Safirin brëmës. Kënduam bashkë me të 2 ta omojti me sy të zi. Kastrioti ma dha, tha, Sabriano, unë e di, akoma duke vazhduar me vajulliri, thash si gjithmonë. Ma dha një vajulliri, mua dhe shokut tem Fadilit, që ishëm bashkë, Fadila Bazet e përshëndes, se s'kom jetë pa ta. E kom pjesë të suksesit tem, sa dhe familjen tem. Edhe ma dha, kur e kom pi, ajo ta grith këto. Unë e kom shpi, loj, koleksion të vajrave të ullirit e mbaj. E pi një vaj ullirit, dal poshtë në bagolina e pi të Petriti, këllëkoshi një espresso, edhe 2 litra uj, që kjo është ajo e jetë. Unë nesër më vdes, po, 77 i kom ba, shtash i bëj 78, po, unë po mundohem me azat
Mjas gjatë, jetën jo, vetit. për shembulli më i mirë për njerëzit që ju hub vullneti dhe ju hub motivi, për shembulli më i mirë Sabri Fajzullov, s'po di ku me gjetë shembull më të mirë, veç do të më pas Sabreun, tha njeri që çdo ditë ecë ka minimumi 10 kilometra. Po, minimum. Është i kujdesshëm në ushqim, përdor vaj tullirit. S'kom tjetër punë, o djallë, ti kom 77 vjetë, unë pensionist jam. Atjen, unë s'pidi ku janë këta pensionistët, se unë jam tash këtu, që shëtojnë rrugën, na këtash. Edhe nuk e di ku është ajo qendra e pensionistëve, ku do të unë me shku atje, me lujt dhe shahën e dominon. Sabrina, faleminderit shumë, na dojmë të falenderu, se na muj me najtë edhe dhe nesër, edhe muhabetet nuk na hargjohen, edhe me hap tema të ndryshme, me folë senet të ndryshme, tema intelektuale të na. Po jo, ato jalom tjetër për jetë. Jalom tjetër. Na kemi një vjetorin e emisionit, që e keni hap, edhe për ata, na ke ndëru që ke ardhë për një vjetor. Për një vjetor, unë jam shumë i nderuar. Edhe që ke gjetë ku, edhe që ke ardhë së në di që thërrasin shumë televizione, media të ndryshme, po njeri ju nuk mundet me se... Nuk kam qef me shku, shumë jo pëse s'kam qef, se s'di shka me folë. Unë ju ta vesh të u livdoj. Të u lavdru, duke u lavdruar. Duke u lavdruar, u lavdrova. Unë një televizion e kom, ma lejo me thonën. Televizioni jem është RTK-ja ku kom nis, mas një sa vjetë më kanë përjashtru. E që tash, që 6-7 muaj për i viti 3, kam qene, kom majt koncertin tim për vit 3. E që shkombinin e falemdrej nga zemra shumë. Edhe artën shumë nga zemra. Edhe kejt ata punëtorët e bashkëpunëtorët e kejt të RTK-s. Po televizioni i imi është i shokut tem, ATV-ja. Që një pjesë edhe serialit është? Jam pjesë e serialit që më ka nderu Ilir Tafa. Ma lejo ta them, dhe mos ma fshin montaj. Ilir Tafa është aktori ma i mirë mbar shqiptar për momentin. Shikojeni serialin ku lujon, po unë jam 0, se më ka ik vegza si aktor. Normal. Ilir Tafa mënyrën se si e luan rolin e Bajramit. Ju dua ma shumë t'in botë, falemderit që më keftuar shumë. Prifte marrë dhe është të shku gjithmonë. Na prifte gjithve. Kom thonë, step by step. Gjithmonë, e shikuzve të emisionit tonë, dëshmuar dhe vlerësuar, juroj gjithat mirat djetë, i përshëndes nga zemra. Na dojmë edhe me kënduar pak në fund, derisa të pret një torë që e kemi, për një vjetorin. Po te që u bashkan gjithu, po unë do këndoj me qunin, do këndojmë të gjithë, se kemi fest. Se di pse, për publikun tash, se di pse, kur e kam Sabrianën edhe dyqysh, jo pse jam i rezervum, se jemi meq, edhe flasim shlirë, po tu i respektu karrierën edhe punën që e ka bo, masanej normal që njeri që duhet me... Kjo është edukata jote, falemderit shumë. Me pas pak me konsiderat. Kjo është edukata jote, kjo është kultura jote. Pra po thëmë, sa do që lirin e kemi jashtë? Falemderit shumë. Unë e kam konsiderat se... Falemderit zemra jam. Unë e vjetë nuk kam sa ka Sabriana karrierë. Ska lidhja. Falemderit shumë për grupit, falemderit shumë prej të gjithve, prej stafit, prej... atyne që na e kanë bo, këtë surprizë... Për surprizë, unë am leon, sa mirë, e ta falemderoj Lemin, sepse Lemi e kaftuar pastaj afrimin e Bareshës për me ardhë, me bashkëbisedu me mu. Lemi është edhe bashkëpunëtori yti. Unë e kom zemër që harrova, o Zot, dhe mos ma ndërprejkë, ma lejo, Lemi ma ka bo regjin dhe i ka gjiruar me kamerën e ti njërë perfekte 10 këngët e hiteve ndërvite që i kam patër. Që janë tash të Baresha. Kudo që je, të dua fort. Edhe na dojmë e falenderu Nero Cek, që është pasticëria dhe ambulatoria që na ka ndëru me tortën e një vjetorit e emisionit, Fole Kesh.
Fol e kesh. Po, fol e Një kesh. vjetori. Po, me fol kemi fol ma shumë, e kesh kemi kesh ma. Pak, S'kena kesh. kesh kena kesh. Jena më rol që me përtheku kejt dynjon, kejt botën me përtheku për... Na Fal. dojmë me vazhdu, Fal, sonte zemër, ju përshëndet të gjithëve edhe gjithë ata që na ponë, mi I falenderu festof shumë. edhe 20 vitet të emisionit tënë. Falenderit shumë. Falenderit shumë, na dojmë me vazhdu me pak muzik, me pak atmosferë, Okej. edhe me përshëndet të gjithë ata që na ponë, edhe mi thonë miru pofshin e emisionet e radhës. Ju duam shumë, falenderit shumë, ja ho zemrën, si Savriano. Sapriano gjithmonë harroj diçka, edhe si I vogël kërëm konë, kërëm qeshin me ble diçka. Harroj se, u theshin, shvi. 3 sene me mi thonë, njonën e harrojsha. Senin ma kryesor sonte që kom harru me I fik, ose me ju fryerë. Qirinjeve. Edhe 30. Falënderit shumë, guhet lumë. Edhe 30 qirinj të tjertë, edhe 30 vite. Bravo! Hajde, ma gjallë. Falënderit shumë, mas se jemi edhe në fund të emisionit, na dojmë me I përshëndet, edhe me I falenderu të gjithë ata që na ponë, edhe me të falenderu personalisht, që ke ardhë dhe na ke ndëru në një vjetor të emisionit. A është kënaqësi. Inshallah, ki jetë gjatë e karrierë, e shëndet, e të kënaqësi e zemra gjithmonë. Falenderit Se Shqipëriu ke dhonë jam. shumë. Ke dhonë shumë Shqipëria, edhe ke dhuru falenderit. shumë për këta njerëz që po na shohin. Falenderit shumë. Unë e kom nderin me knu një kongë të tuajën, a thua të tuajën, a? Tonë bre thuj. Po një kongë tonë o kush. Se po më largon e kas gati jem. Të thonë, nga kush, u mënova ka gjafart me I, po nuk... A të krej kongë tonë në balë. A të bashkë së me... Se jo. Fanderit shumë, Është kënaqësi. doj me shku bashkë edhe me përshëndet të gjithë ata që na panë, me thonatën e mirë, miru pafshim në emisionet të tjera. Falenderit Po që shumë. gëzime shëndet gjithmonë të gjithë. Duam shumë. Shpebojnë tash. Falenderit. Kështë, zemrën. Love you. Ishin fëmijë të lindur në një stin, historia ime bike rinis. Jeta është gras, mjaltin e bën pelim, besim veç se rop të dashuris. Jeta është gras, mjaltin e bën pelim, besim veç se rop të dashuris. As unas, as dasëm me flamur, të lënsa ime, ëndër e pa shpres. Edhe pse kur, ne nuk u prekëm kur, ne në shpirt, lidhëm kurore bes. Edhe pse kur, ne nuk u prekëm kur, ne në shpirt, lidhëm kurore bes. Bravo Shqipëri! Ka e bukur ish në vellë, a ditë shiu mu në maj. Isha strukur në ombrellë, isha virta për e saj. Sa e bukur ish në vellë, bëja besës do të qaj. Po kërqesha në ombrellë, mua mlak të do t'i saj. Juraj një natë mirë qëllë, fanderit shumë. Tonë natëm fole kesh. Tani doja pi qesëm apo keshëm ta? Qysh dush, folëm, keshëm, I qesëm. Me mishtëri që shpo kalën? Veç për prejke qëto, veç për fullin e po kishëm. Edhe mu shtita.
Një ilaç i ri që ka dalë Folekesh, a keni çat ilaç? Po, të premten e ki në DTV, prej orës 9. Faleminderit shumë. Po pra, Folekesh në DTV dhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube Folekesh.